الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمدك ونشكرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم فلنزرق لبتم لا يفعل دي تندرس الرزق sot është ligjërata e katërt me rënd se përket imamëve të fikhut të jurisprudensës islame ose imamëve të mëdhej që ne i dim si medhheb. Do të thonë folëm për Imam Ebu Hanifën, kemi folur për Imam Malikun, dhe folëm për Imam Shafiun, sot do të flasim për Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. Imam Ahmedi ka lindur në vitin 164 Hijri. Do më thonë 14 vjet pas Imam Shafiut. Imam Shafiu ka lindur në vitin 150 Hijri. Imam Ahmedi ka lindur në vitin 164 Hijri. Do më thonë Ahmed ibn Hanbali 14 vjet është më i vogël se Imam Shafiu. Ka lindur në vitin 780 si pas kalendarit dialog, si pas kalendarit tanë, që e kemi ne dhe punojmë ne me atë, cilin vetë ka lindur në qytetin Bagdad. Tash Bagdadi e dini të në Irak, është qytet i Irak. Bagdadi nuk ka qenë derisa vjen Khalifja Abu Ja'far al-Mansur edhe vendon gur themelin e qytetit Bagdadit. Në më thonë kohën e pejgamberit sa për shembull Bagdadi s'ka ekzistuar. Mirë po kur vjen Khalifja, njëherë ka qenë shteti Emevi, ose kur vjen shteti Abbasi, Khalife e parë Ebu Abbas as-Saffah, vdese vjen Abu Ja'far al-Mansur, e Abu Ja'far al-Mansuri është ai i cili e vendon gur themelin e Bagdadit. Të dashur vëllezër, janë disa rregulla, disa cilësi që njeriu e bajnë të madh. Pa këta rregulla nuk mundesh më bë i njohshëm dhe i madh. E para, fisnikëria e prejardhjes dhe nderi i familjes. Kjo është shumë çështje serioze që tash ne kemi humbur. Përpara, kur ka shku dikush me kërku dorën e një vajzës, e ka shiqur familjen. Po edhe djalin, kur kanë vetë për djalin kanë shiqua dhe djalin dhe familjen. Ta që e keni pa me këtë trejen, baba, nana, ato familja nuk më interesën, djali si janë. Po s'mundet djali me ra prej dardhe, nëse nuk e ke mbjell dardhe. E ke mbjell mollë dhe më ra prej dardhe, e ka ra prej mollë. Sa ka e prapa ne e kemi. Du me thonë babën, lene, nanën, familjen. Djali mirë të nga. S'mundet me qeni mirë nëse familjen e ka katastrofë. A i mundet fora me dhe. Një ditë një afë një më pas të mirë të veshtë. Por atë shkak të dhe banja me. Njeri madhë, mundesh më bo nëse në familje të andë dikush mirët me droge, dikush mirët me kamare, dikush mirët, po e djune, këtë haramet, e këtë ti pas ke dalë djali mirë. Ti mundesh me qenë djali mirë, ama nuk mundesh më bo shumë i madhë. Dhe nëse nuk e ke familjen krejt, i regull. Du me thonë si regull, e para, e dyta. Njerëzit që rritën me babe, me nane, me pasurije, me rallë herë, del diçka për e tyre. Nuk thamë që janë shkollume, se la ma për jam të folë për figurat mdoja, historikë. Ahmed ibn Hanbali të ndeshë vëzër jetim ka qenë. E njerëzit që janë jetima, ma shumë të vuajtur janë. Edhe pasaj atë që e vuajnë, atë që e hekin, e kur rritën, mundohen me bon diçka që mës me vujt tjertë. Mire, treta, ka njerëz që janë shumë pasanike dhe ka njerëz që janë shumë fukara. Ahmed ibn Hanbali ka qenë i mes.
ka pas fukarallëk, ama jo ekstrem. Fukarallëk ekstrem, inshallah Allah asë këllë se s'provan. Tash për shembull nga Gaza ka fukarallëk ekstrem. Sendet elementare nuk i ka. S'ka as ujë, as rrim, as asgjë. Dhe Ahmed ibn Hanbeli s'ka qenë në ekstrem fukara, për ka pas një lloj varfërie sa për me eduku vetën. Me kuptu se këtë dunjë nuk vlen asgjë. Knatësia dhe përkushtimin ndaj madhështisë intelektuale. Njeriu Ahmed ibn Hanbeli prej fëmijë ka dashur diturinë, ka dashur mësimin. Mirë po ka qenë edhe i devotshëm për Allah subhanahu wa taala. Dhe pesë Allahu kur ta jep. Dhe po kur themi Allahu ja ka dhënë, pripunë. Unë edhe një ditë e përmenda, kur të jep Allahu se ta merr Abdullah, prapë e përmenda. Ka njerëz që kanë zotësi, u kripuna. Ti mundesh me arrit, se të gjithë njerëzit janë njësoj të Zotit, këtë njerëzit janë krijuar njësoj. Mos më ja morë mendja dikujt se dikush mundet shembull me pas kokën më të madhe kështu si krijim, ama jo që mend ka më shumë. Se Zoti i drejt, krejt njerëzit janë njësoj. Veç do me punua, do me mësu. Ama dikujt janë rrogë më shpejt, e dikush shembull për me arritat duhet i shkon ditë e natë. Tu dallimi. Me thonë Allah subhanahu wa taala ta zdika për shkak të devotshmërisë, për shkak se nuk hin gjuna. Ri nuk mundesh gjithë ditën haram edhe i ditur me keni, ja. Allah xhaleshan nuk lejon dituri në njeri që bën gjuna. Dhe këtë ta keni parasysh. Për shkak ai njeri që i devotshëm, plus Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë intelektin, i ka kuptuar çështje shumë bukur, nuk do të thonë që ne s'mundemi, por më shumë kohë na duhet. Të dashur vëllezër, Ahmed ibn Hanbeli fillimisht e studioi fikun në Bagdad. Pastaj hadithin, mësimin e hadithit e mësoi te Imam Ebu Jusuf. Imam Ebu Jusufi ishte talebi e Ebu Hanifës. E shef këtë punë të lidhën. Në për shembull, ai njëri që shku në Istanbul, edhe ka nisë në xhami, ka pas kohë edhe 10 minuta për me thirë drejta, edhe ki të shaj t'i falja të direkjatë. Ama ka nërë prej Saudije, prej Medine. E ki tjeti tha rri une, ki shoki vetë e ka nisë me i falë direkjatë, ama në medhejbin Hanbeli. Si pas sunetit, tash medhejbin Hanbeli edhe me tekbire. A këpëtoni, ki lanë e tjemë tri, që falën me tekbire. Edhe tash, ki turki, fanatik, e ka po, ki thuti si jo muslimane, ka që tërfeje, fanatizmi e prisje, e shkatron. U gjumë t'i fone, kur kje ka kuptu, i ka thane, Hanbeli, tamam. Do me thonë tjetër me the, po banë mu falë, ma Hanefija kështu s'banë mu falë. Kuj komplikojnë apri. A shife këtu si lidhen mu. Ahmed ibn Hanbeli ka mësu të talebi e Ebu Hanifës, se qka ka lidhë që ka mësu? Shumë normala, për ne do njëherë nga fanatizmi, ekipa jote kur hiç s'di me lujt, nuk i shkon hiç, ama ti nga fanatizmi, s'ki që ka ban i shanë ata futbalerët e huaj, veç minën shmonë. S'kanë faj ato ki, këto tut kanë faj se që sot u shmonë. Do njëherë njerëz të ndërshën vëzë, bërë s'ka ekstremizmi, fanatizmi, nuk bi khajrë. Nuk sjell khajrë, me sjell shkatrim dhe shërë. Pastaj të ndërshën vëzë, më vonë, Ahmed ibn Hanbeli vazhdon edhe shkon udhëtime të ndryshme për më kërku hadithin. Ju ka interesu shumë studimi hadithin. Mirë, shkon të një dietar, Beshir al-Wasiti, ka mësu 4 vite. Deri se i ka mbush 20 vjet, ka mësu të ai hadith. Pastaj udhëton në Basra, Bagdadi,
Për me shku në Basra i vjen për me shku në kadeti Arap atje, ka Kuvajti. Edhe shkon në Basra, pastaj viziton Hijaz. Fjala Hijaz, ju që keni qenë në haqe numre, fjala Hijaz i bjen një provincë e madhe që e ka Mekën, e ka Medinën, e ka Taifin, e ka Gjidden, e ka për shembull Khajberin, o provincë, sikur të ne përshimë Pologu cili janë, Tetova Gësivari, janë është Tetova, o Gësivari, ndër me Tetova çka ka dhe Gësivari. Do më dhënë edhe Hijazi, kur themi fjala Hijaz, kam ardha për libra, në Facebook, Hijazi, ta keni parasysh. Hijazi o Mekja, o Medinja, o Gjidja, do më thonë, nëse i ka një 10 milion popull, bile ma shumë. E shkon edhe në Hijaz, edhe në Mekke, edhe në Medinë me marrë dituri. Pastaj shkon edhe në Yemen. Pastaj shkon edhe Kufe. Kufe, Basra, Kufe janë. Shive se në këtë kohë, dhe më thonë, qendra e studimeve ka qenë Iraki. Bagdadi, Kufe, Basra, kështë më rrë. Të ndeshë vëzër, Ahmed ibn Hanbeli 5 herë ka shkuar në Haç. Edhe 3 herë ka shku duke ecë në këmbë, 2 herë ka shku me deve. Mirë po një ditë prej ditëve, e ka pas një shok vetën Yahya ibn Ma'in, edhe kjo është prej dietarëve të mëdhej, po tash jemi duke folur për Ahmed ibn Hanbeli. Edhe kanë planifikuar këta të dimë shku bashkë në Haç. Edhe prej Haxhit kanë planifikuar me shku në Yemen. Do me thonë tash prej Bagdadit me shku në Haç. I ka ma shumë se 1000 kilometrë. Edhe prej Mekkës me shku në Yemen, për shembull Sanaa. Edhe këtu një 1000 kilometra në atë kohë. Anë kama me deva, do më losje ma. Mirë po, kam pas me shku të një prej djetarëve Abdurrazak ibn Hammam, rahimahullah. Qaqa Ahmed ibn Hanbeli pa tjetër ka pas mu taku matë, mi studiu disa që se i ka qenë shumë i zgjuar, në atë që ke e ka dojsh dhe i ka interesu. Mirë po, duke e po tavafin me kur e shofin këtë djetarit që e kanë bo një jetë më shku një Yemen, a i ka në Haç. Edhe Yahya ibn Ma'in i thot, ata lobën i takim me shekhin. Edhe, ja. E hiç më se ngushto, se ne kena ardhë në Haç, kena ardhë më taku me shekhin. Por rasisht e kena pa. Kena me ekri Haçin e kena me shku prapë në Yemen, se kena më shumë punë se sa një takim. Dhe dhe shë vëzër, përkushtimin ndaj dijes është punë e madhe që 3 ditë kemi përmend, unë e lusë juve si prindër, që pak më shumë të kujdeseni për fëmijët e juaj, sa do që janë të vetër, apo në shkollë fillore të mesme kështë më radhë. Pse se dituria njeriu në vetëm me ngrit, nuk e nënshma. Nëse ne mund me pas diturie, mos me shfrytzu diturie. Ama një ditë prej ditëve ku të kujtohet me shfrytzu, Allah dhe shanë njerëzit i ngrit. Por as ka Zotë që thot, hel yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë, nuk janë barabartë. Mosimet dhe nëzënës e të di, shemë në njeri ka pas disa prej hoxhallarëve, mësues që ka pas Ahmed ibn Hanbeli, dhe përmendin në Bagdad, për shemë, Hushaym ibn Bashir al-Wasiti, Ebu Jusufin, nëzënës e Ebu Hanifës, Abdurrahman ibn el-Mehdi, Ali ibn el-Medi. Të janë disa djetarë të mëdhej që e kanë mësu Ahmed ibn Hanbeli. Pastaj në Basra ka pas Sufjan ibn Uyeyne. Sufjan ibn Uyeyne është për djetarët të mëdhej. Yahya ibn Sa'd al-Qattar. Në cilën qytet, në Hijaz, Medinë, Mekke, në Yemen, i ka pas hoxhallarët e vetë ku ka mësu Ahmed ibn Hanbeli. Mirë po ka pas pasaj edhe në zënësit e vetë. Ajde, për në zënësve, shembull ne njohim Ahmed ibn Hanbeli, në mas njerë se njohim i djalin e tij. Po, si gjemat, si popë. Normale të është. Këtë duhet me njohë ata që mirën në këtë, për shembull hoxhallarët. Ahmed ibn Hanbeli është për djetarët dhe djali i Ahmed ibn Hanbeli, Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel. E ka shkruajtur një libër, Kitabu Sunnah.
libri i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Al-Marwazi është prej dietarëve të mëdhenj. Ebu Bekr al-Halal është prej dietarëve të mëdhenj. Ishaq ibn Rahaway ka qenë shumë i tërmosshëm dhe ka qenë shumë dietar i madh. Talebe Ahmed ibn Hanbelit, Ebu Davud. Këtë dëgju për shembull, kemi 6 hoxhallar të mëdhenj që i kanë tubu hadithin, Buhariu, Muslimi, Tirmidhiu, Nesai, njëri prej tyre është Ebu Davud. Ebu Davudi ka qenë talebe i Ahmed ibn Hanbelit. Imam Buhari ka qenë talebe i Ahmed ibn Hanbelit. Muslim ibn Hajjaj e kështu me radhë. Të dashur vëllezër, secili dietari ka pas provat e veta, Ahmed ibn Hanbeli ka pas provë shumë të aftë. Pse? Në kohën e Ahmed ibn Hanbeli ka jetu në kohën e El-Ma'munit khalife, El-Mu'tasimit khalife, El-Wathiq. 3 ta, njëri ka vdek, ka orë tjetri. Në kohën e Ma'munit, sa i përket, veç të tregoj se shteti islam se i si ka mendu punë. Në kohën e Ma'munit, kush e ka shkrujt një libër, shembull, në atë kohë, fletat se në kohën të holla, sikur tash. Në atë kohë, shembull, libri i ka pas nështë 10 kg. Ka po shumë i madhë, në ato fletat, në rishi ka njërë. Kush e ka shkrujt një libër? E ka shkrujt një libër. Sa kilogrami ka? 15 kg. 15 kg arje. Për këthimin, e në atë kohë, Ma'muni ka dhënë urdhër të gjitha librat e Greqisë së vjetër, antike, Aristoteli, Platoni, çka ka pas, mi i përkthi. Në këtë kohë Evropa askund sa me shkencë, o kuptu. Edhe janë nisin mi përkthi edhe disa libra filozofike. Edhe tash muslimanët janë nisën edhe pak më marrë me filozofi, sa që erë puna sa janë nisën njerëzit me thonë Kurani nuk ka krije, nuk ka fjallë e Zotit, po i krijuar. Shemull Kurani, fjallë Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A e ka thonë Zoti, apo e ka kriju Zoti? Shemull njeriu. A e ka kriju njeriu Zoti? Po, e ka kriju njeriu. Po, Kuranin, Ahmed ibn Hanbeli ka thonë, jo. Kurani është fjale Allah, nuk është i krijuar. Ma'muni ka thonë, jo, i krijuar nuk është fjale, e këtu ka hinë debati. Atë shumë debati ka hinë madhë, sa që Ahmed ibn Hanbeli nuk ka planuar. Ka thonë në burë ka me shkuave, nuk ke ndroj fetfan time, se me ndoj që jam hak. Edhe e ka fut në burë Ma'muni. Ahmed ibn Hanbeli duke bo dua që ta lëshojnë nga burgi, u thë dua Allah, nuk e lëshojnë nga burgi. O Allah, isha Allah, vdes me filani se, vdes Ma'muni vjen ki Mu'tasimi ende ma keq. Edhe aje torturar, e tjetëri, mirë po. I thonë do zallar, shkëni vizitet, thonë, o Ahmed, po thujme veç bëjna qefën halifës, ne dim mendimin tanë, shkëtëro, veç bëjna, jo, thotë se, këto talebët më dëgjojnë të dera i ka. Ato nuk e dinë veç fa një jeti ka me thonë. Edhe sot i kësoj dite, është një histori se Ahmed ibn Hanbeli e ka thonë hakun edhe i ka përballu tortura. Ata është me folë drejt, njeriu veç me bo muhabet edhe marrë puna mu sfrëmu në nga njësëra. Ne kina pas edhe të sprovat të dhëshme, po edhe në çdo vend, ka e kryetari i shtetit, dunjem, por atë shkak me duhet me thonë Allah, kush do që vjen në sundon në tjeti drejt. Drejtësia shumë punë e madhe. Po dë njëherë mundet me qeni drejt 80%, 20% nuk oj drejt, pash ti dhe mund në ndodhë në qatë 20% e padrejtësisë me, po duhet me bon sabër dhe duhet me bon të ri. Ne kam një histori të Imam Ahmed ibn Hanbelit me furajia. Me furajia në matë që ka pjek buk pjekësi. Është histori interesantë, për është ka kënë ndarë ta këto që ta ndaj me ju. Një ditë Ahmed ibn Hanbeli shkojmë një qytet huaj, më kërku dije. Mirë po s'kisht vend, hotelion atë ko, dhe një saraj, dhe një ku mundet me një qifleki t'i koj, dhe një zdi si të themë.
Asë. I vjen rejnë me shkon xhami. E falë namazin edhe ndalit me një qashë. Në ato xhamia të atëhershme. Mirë po i shërbëtori xhamis nuk ka kaluar, ka thonë jo se kina pas disa probleme, nuk mundesh me flet. E duke ecë rrugës, një burr i thjeshtë e takoi Ahmed ibn Hanbelit. Ai ishte fullaxhi bukpjeks. Edhe i tha, hajde bujrëm me mu. E shoh që je lodh, hajde kaloj natën të fura. Zatën unë e punoj natën. Pjeki buk deri në sabati, rri me mu. Imam Ahmed ibn Hanbeli e pranoi ofertën të atij dhe shkoi. Derisa Ahmed ibn Hanbeli po qëndron të fura edhe përcjell të furaxhi. Buk pjesë tash, të ne furaxhi, po. E kuptojmë krejt furaxhi, po. Edhe ai me bukse vete i furaxhia veç fol. Thot diçka. Ahmed ibn Hanbeli habite thot, po du me pyet me diçka, ka mundsi thot, no. Thot po të hetojmë edhe punon mat millin, mat brumin edhe pjek buk edhe belbzon diçka. Fol më, gjua jote për lëviz. Thot e përmendi Allah subhanahu wa taala bëj dhikr. Po thot që sa kohë bën dhikr. Thot që shumë vite. Se cilën herë që bëj dhikr e përmendi Allahun, Allahu dhe më ka plotësuar një dëshirë. Përveç një dëshire, ende s'ma ka plotësuar. Ahmed ibn Hanbeli thot, cila dëshirë që nga? Thot, dëshiroj të atakoj Ahmed ibn Hanbelin, ama që Zoti s'ma ka sjella mundësinë ende të atakoj Ahmed ibn Hanbelin. Do të thonë, krejt qefit më ka go, veç atë se në këmë takë. Atër, Ahmed ibn Hanbeli mërzitet shumë, thot, subhanallah. Allah, subhanahu wa ta'ala, më lanë në qatë gjende që isha, e shkove të xhamia, e ka qenë qatë njeri shërbetorin me më përzonë për xhamia, se mës ta kishë përzonë, a i s'kishar të furaxhia, po. Me më përzonë, a i me ece, me mbejt rrugëve, me ardhë më deri, këtu. Edhe i thot, unë e jam Ahmed ibn Hanbeli. Aja habitët, thot, syve mund, po thot, pasha Allah, atë që i të e thonë ti, kur për e lidhë unë me lëvizën time që i kam bo, që ashtu Allahu e ka regullu punën që me tarë të kam të tuja, të dyqanijat. Aja një qarë, do njerë Allah subhanahu wa ta'ala të ndërshën vëzë atë dhikrin tanë, atë namazin tanë, atë të mirat e tanë, do njerë i shofim dhe nësë i shofim. Edhe pse nuk i shofim ne, Allahu dhe shanu i shef. Por disa mësime nga historie e shkurtë të Ahmed ibn Hanbelit, fuqia e dhikrit dhe lutjes. Do më thonë, Ahmed ibn Hanbeli si jetim lutesh të nana e vetë, që Allahu ta udhëzone, ta përforcone, të jep dituri, Allahu ja pranoi modestia e Ahmed ibn Hanbelit. S'ka qenë shumë kryelar, s'ka qenë kush e di çka, ka qenë modest i ri thjesht dhe ndihma hynore, i vjen ndihma Allahu subhanahu wa taala. Por atë sa do të jemi të fortë, sa do të jemi të mundshëm, asgjë jemi. Wallahi njeriu sa asgjë. Pasha Allah, asgjë. O, diçka me shku, veç pak. Një ku e di, një fërfëre, ta prish rejnë një ditë orë, veç kështu të e ecet të e kërujt. Më shlasi ma shumë, para qka ku vëzër. Ruaj një vetër, e para. E dita, sa ma shumë adhurim dhe i badet. Rini me njerëzit mirë, por nëse ju vinë rejni me njerëzit likë me ndajtë, rini ma ta për një punë, veç ju mund të vetë që mi i silë në xhami në rrugën e hajmë. Inshallah Allah në uzatë të gjithë së bashkë në gjenet në sënë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.